Trump propozon shkurtim buxhetor prej 163 miliard eurosh. Presidenti Donald Trump ka paraqitur një plan të ri buxhetor që parashikon një shkurtim të madh prej 163 miliard eurosh në shpenzimet federale për vitin fiskal 2026. Sipas propozimit të administratës, fondet për sektor të brendshëm si arsimi, strehimi, shëndetësia dhe ndihma huaj do të ulen ndjeshëm, ndërsa shpenzimet për mbrojtjen kombëtare dhe sigurinë kufitare do të rriten me ritme të shpejta. Në këtë draft buxhetor, shpenzimet për departamentin e arsimit do të bien me 13.7 miliard dollar si pjesë e një plani afatgjat për të kaluar kompetencat të shteteve. Programet për shtërimin social do të pësojnë shkurtime drastike duke ulur ndjeshëm ndihmën për familjet me të ardhurat të ulta. Ndihma e jashtme do përgjysmohet me më shumë se 8 miliard dollar të prerë nga programet e zhvillimit të ndihmës ekonomike për vendet e huaja. Financimi për mbrojtjen do të kapë një shifër rekord prej 1 trilion dollarësh me një rritje prej 13%, ndërsa siguria e brendshme do të marrë një shtesë prej gati 65% krahasuar me vitin e kaluar. Në një deklaratë për shtyp, administrata e Trumpit e justifikoi planin si një rikthim tek prioritetet kombëtare dhe theksoi nevojën për një forcim të kapaciteteve mbrojtëse dhe kufitare. Reagimet politike kanë qenë të menjëhershme. Demokratët e kanë quajtur këtë propozim një sulm të drejtë për drejtë ndaj shtresës së mesme dhe të varfër, duke paremëruar pasojat e rënda sociale. Brenda vetë Partisë Republikane ka pasur zëra kritike, përfshirë senatoren Susan Collins, e cila ka ngritur shqetësime për efektet që mund të ketë në komunitetet rurale dhe në sistemin arsimor publik. Megjithëse propozimi nuk ka fuqi detyruese, ai shërben si bazë për negociatat në Kongres ku pritet një betejë fortë politike mes dy kampeve.